përshëndetje. Ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër. Këtë radhë do të bëjmë të brëndshme qingji me qep të thata në tavë balte. Gatimet në enë balte e bëjnë gjellën më të shijshme se sa në tavat e tjera. Është një recetë tradicionale të cilën nëna tona e bënin shpesh. Fillimisht do t'i lajmë mirë të brëndshmet e qingjit dhe më pas ju japim një val të lehtë. Mbasi e kemi mbaruar këtë proces, do të shihni ku mëlçit nuk na janë bërë plotësisht, sepse do t'i skuqim pak, gjithashtu edhe me qepët, dhe më pas do të bëhen përfundimisht në furrë. I kemi bërë gati përbërësit si dhe erëza të ndryshme që i përshtatet tavës. Dhe tani fillojmë ta përgatisim recetën me të brëndshmet e qingjit. Qepët i kemi grirë më përpara dhe tani do të grijmë mërqit. Do t'i presim në copa të vogla ku dhe do të heqim pjesët që kanë dhjam. Duket qartë që pjesa e brendshme e mëlçive është plotësisht e pabërë. I heqim pjesën e dhjamit. I kemi grirë të gjitha dhe tani do fillojmë procesin e bërjes së tavës. Kemi vendosur 2 tenxhere, këtu do të bëjmë qepën, kavardisin dhe këtu do të skuqim mëlçit. Do të hedhim vajin. Do të hedhim mëlçit. Do të hedhim qepën. Do të hedhim ullë të qepa, që të nga zhjetë ata. I vendosëm kapak. Edhe pak dhjam nga qingji, për arsye që tava të na bëhet e shijshme. Mëlçit i ka janë bërë. Të shikojmë qepën. Qepës i kemi hedhur ujë përsëri për t'u zbutur. Duhet të na thahet uji plotësisht. Qepa na ka zjerë. Tani do të hedhim hudra. Do të lëmë një ca hudra për t'ja hedhur lëngut të mëlçive. Na është bërë edhe hudra. Dhe tani do të hedhim, kur e kemi pure domatesh, do hedhim më shumë, në qoftë se do përdorni salcë të koncentruar, atëherë do të hedhni shumë pak, mund të hedhni gjysmë lugë gjallë. Do të hedhim mëlçit, t'i marrim, t'i hedhim këtu. Te lëngu do të hedhim një gotë ujë. Fillimisht do të hedhim hudrën, si që thamë më përpara. Do i trazojmë pak. Do të hedhim një gotë ujë. Do të hedhim dhe krip. Trazojmë dhe i lëmë të zjejnë. Hedhim rigon, piper të zi, spec të kuq,
arë muskat, ginger, specë të bluar. Gjithmonë sipas dëshirës. Do t'i vendosim edhe 2 qete dafyz. I trazojmë. I trazojmë mirë. E përbërësit gjithë erzat të përzihen në gjithë masën që kemi në tigan. Do t'i edhim ujin, momentin që uj do marri 2-3 valë, do t'i edhim këtu, edhe kjo do marri 2-3 valë, dhe pasaj do t'i vendosim në përtavat e baltës. Do i marrim lëngun që nga nxjerrë mërqia, gjella është gati për ta edhur në përtavat e baltës. Tavat i kemi gati për të futur në furrë. E kemi përfunduar edhe procesin e fundit të tavës, do e lëm t'i dali pak nxehtësia e madhe dhe do e serviri me njerë, sepse gatimet në tava balte serviren të nxehta. Ju bëft mirë!